Të ecësh drejt Allahut, të ruash imanin në një kohë plot sfida e harame, është po aq e vështirë sa të qash këtë borë të thellë. Këmbët rëndohen, nga njëherë ndjehesh i vetmuar në rrugtim dhe të ftohtit e sprovave të nëtonë ngri zemrën. Por shikoni atje pas, shikoni atë malë madhështor, sa do jashpër që është dimri këtu poshtë, ai malë qëndron i palakundër, i pastërt, i lartë. Për besimtarin, ai malë është si premtimi i Allahut, është xheneti, qëllimi ynë final. Ai që e mban shikimin te maja, nuk e ndjen lodhjen e rrugës. Prandaj, mos u ndalni. Edhe nëse hapat janë të vegjël e të rëndë, rëndësi ka drejtimi.